Festat e fundvitit përbëjnë një sezon në të cilën ngarkesa emocionale tek fëmijët është e lartë. Kjo si pasojë e emocioneve pozitive, të cilat janë gëzimi, lumturia, pritshmëria për dhuratat, por ndonjëherë shoqërohet dhe me ndjenja ankthi, prishja e rutinave në të cilat fëmia ka qenë i gjendur më përpara. Prindrit këtu duhet të tregohen tepër të kujdesshëm për të folur me fëmijët për ndjenjat e tyre, rreth ndjenjave të tyre, duke folur hapur rreth mendimeve, ndjesive, ndryshimeve. Kjo do t'i bëjë fëmijët të ndihen më të kuptuar dhe më lehtësisht në përpunimin emocional. Është e rëndësishme që prindrit jo vetëm të flasin me fëmijët e tyre, por të bëjnë pjesë të aktiviteteve në shtëpi. Dhe me këtë dua të them që aktivitetet fillojnë që nga pastrimi, gatimi, zbukurimi i shtëpisë për festat e fundvitit, që do të ngjaltet tek fëmia përkatësi, dashuri dhe një ndjenjë familjariteti.